Përshëndetje miq të Adaga Media dhe mirë se erdhët në episodin e ri të emisionit Histori të Frikshme. Sot kemi për të nisur një puntat të re dhe një episod të ri në fakt, ku këtë radhë jo me shumë histori, por vetëm një histori ku si gjithmonë ChatGPT na ka treguar, të cilës do t'i ndalemi me pika dhe me presje duke diskutuar rreth saj dhe pse jo, për të mos munduar për ta zgjidhur dhe gjithashtu do t'japim edhe mendimet. Historia bëhet fjalë pra për në Anglinë, në Londër, gjatë vitit 1977 deri në vitin 1979, që është poltergeisti i Enfieldit. Do të nisemi një herë pa humbur kohë për ta lexuar historinë dhe hapas hapi pse jo për ta shpjeguar, për ta sqaruar dhe për të dhënë mendimin tim. Le të nisim me një herë me këtë histori. Në vitin 1977, në një shtëpi të zakonshme në zonën Enfield, Londër, jetonte një nënë e vetme me 4 fëmijë e saj. Që ka një nënë e vetme, ndoshta pra do ta marrim vesh se përse është e vetme, ndoshta i ka braktisur burri ose ka vdekur, do ta shohim gjatë historisë. Pra, por u bë ka fjalë për një nënë dhe për fëmijët e saj. Ajo që nisi si zhurma të çuditshme natën, u kthye shpejt në një nga rastet më të famshme paranormale në historinë e Anglisë. Pra që ka një histori e njohur me sa po marrim vesh deri më tani. Shpresoj që do ta kemi të ilustruar me video nëse është bërë mundur gjatë editimit. Çfarë ndodhi në atë shtëpi? Do ta marrim vesh tani pra, dhe pse jo ta shpjegoj më hollësisht. Mobiljet lëvizin vet pa i prekur askush. Lodrat fluturonin në ajër. Mobiljet lëvizin vet, tani të ndalemi pak dal nga dal. Mobiljet lëvizin vet, ç'është kjo? Si lëvizin mobiljet? Okej, kemi të bëjmë me një histori tepër të frikshme, marramëndse të frikshme në fakt. Vazhdojmë. Lodrat fluturonin në ajër. Me sa duket që nga një shtëpia ku ata kanë banuar, ka qenë shtëpi e pushtuar, besoj. Zhurma të forta vinin nga muret. Do të thonë ka njerëz pas mureve. Nuk e di, do ta shohim në vazhdim. Një nga vajzat, Janet, e pas ka pasur emrin, ka qenë 11 vjeç gjatë asaj kohe, e pas ka qenë fëmijë i vogël, fliste me një zë të thellë që nuk ishte i saj. Ua, me të vërtetë tani po të ndalemi hollësisht, që nga një histori me të vërtetë e frikshme. Nuk e di, a do të jemi sigurt që do të mund të vazhdoj këtë puntat, pasi që ka një puntat tepër e frikshme. Zëri pretendonte se ishte shpirti i një burri të vdekur në atë shtëpi. O Zot. Okej. Ngjarjet nuk ndodhen vetëm para familjes, dëshmitar të jashtëm, do të shohim se kush ishin dëshmitar. Pra deri tani pas ka ndodhur disa gjëra jashtënormale, do të thoya, kanë lëvizur mobiljet, lodrat kanë fluturuar, pra zhurma të forta vinin nga muret dhe vajza kishte një zë burri, si themi. Ngjarjet nuk ndodhen vetëm para familjes, dëshmitar të jashtëm. Vazhdojmë. Policia u therrë dhe raportoi objekte që lëvizin vet. Gazetarët ishin prezent dhe pan fenomene të pashpjegueshme, hetues paranormal që ndruan për muaj të tërë në shtëpi. Gjithçka u fotografua, regjistrua me audio dhe u dokumentua. O Zot. Nuk e di të them, gjithë të them. Dëshmitar të jashtëm, pra pas kanë qenë policia, gazetar dhe hetues paranormal. Shoh që këto gazetarët me të vërtet e bëjnë punën e tyre shumë mirë dhe me të vërtet është një falënderim i madh, sepse puna më e madhe është e gazetarëve se sa pra në një televizion më shumë. Po flasim për një televizion sepse tani jemi duke u ndarë në tema të ndryshme, por thjesht gazetarëve i lumt sepse nëse marrin një çështje në dorë, se s'bën duhet ta zgjidhin. Dhe më shumë shërbejnë gazetarët sesa policia ose të tjerë të cilët janë vënë nga shteti për të ndihmuar, dhe ndoshta nuk është se e çajnë fort kokën për të hetuar dhe për të zbuluar dhe për ta zgjidhur e për ta zbardhur çështjen fali. Gjithçka është e fotografuar, e regjistruar me audio dhe e dokumentuar.
Pra, çdo gjë besoj që edhe ju do të keni në editim, nuk e di se çfarë do të kemi bërë. Vazhdojmë. Skepticët vs misteri. Okej. Ka bërë një krahasim pra, skepticët vs misteri. Disa thanë se vajza mund të shtrihej, por problemi ishte se fenomenet vazhdonin edhe kur ajo nuk ishte në dhomë. O zot, do me thënë, vajza ka ndodhur në dhomën e vajzës. Pra, e ka përjetuar më shumë. Ka qenë nuk është se ka qenë krejt shtëpia me sa po marrim vesh në këtë pikë të kësaj historie, por thjesht dhoma e vajzës. Rasti nuk u shpjegua kur plotësisht. Shtëpia ekziston ende sot dhe shumë banor të zonës thonë se nuk do të jetonin kur aty. Neve ChatGPT-ja nuk na ka dhënë shumë të dhëna se nëse kanë vdekur ose janë gjallë këto njerëz, por se besoj se janë akoma gjallë kur thonë që shtëpia është e bregtisur dhe askush nuk jeton në të. Pra, por me të vërtet një rast fenomenal me të vërtet, dhe një histori tepër e frikshme. Deri tani ka pasur shumë episode dhe shumë histori që i kemi lexuar, por kjo histori me të vërtet që është tepër e frikshme. Dhe do akoma zbulim, do akoma hetim për të marrë vesh dhe për ta zbardhur gjithë këtë ngjarje. Çfarë ka pasur pas atyre mureve? Pse kanë ndodhur këto fenomene? Ne do donim shumë që t'i dinim, t'i merrnim vesh, por nuk është bërë e mundur. Shpresoj pra që pse jo të hetohet rreth saj dhe policia dhe shteti anglisë të merret më shumë me këtë pjesë për ta zbardhur dhe për të marrë vesh edhe më shumë, dhe pse jo, nëse kemi të reja rreth kësaj historie, pse jo t'i shfaqim dhe të marrim vesh se çfarë ka ndodhur. Është një ndër histori që më ka bërë me të vërtetë shumë të friksuar. Pra, shumë fenomene, shumë gjëra të çuditshme që ndoshta askush nuk i paramendon që mund të ndodhin dhe në fakt disa të tjerëve i ndodhin. E shikoni pra me të vërtet që ky emision dhe kjo rubrik është një ndër rubrikat që nuk e di pse e kam marrë unë përsi për ta prezantoj. Nuk e di, por gjithsesi besoj që do të bëhemi fort me kalimin e kohës, sepse do të ketë akoma histori edhe më të frikshme. Shpresoj që edhe ju t'jeni friksuar dhe shpresoj që të marrim një përgjigje përsa i përket kësaj historie, pse jo për ta ndarë edhe me ju dhe për të marrë vesh përfundimet dhe çfarë ka pasur pas atyre mureve, çfarë ka ndodhur e të tjerë, pra për më hollësisht. Këto çfarë ka ndodhur e kuptuam, por duam të dim edhe se pse ka ndodhur. Kush ka qenë ai shkaktari? Ka qenë ndonjë njeri mas mureve, ka pasur ndonjë gjint, është pushtuar shtëpia, nuk e dim këtë gjë. Thjesht mbetet për t'u zbuluar nëse do ta zbuloj policia dhe nëse nuk e ka harruar normalisht këtë çështje, pasi policia me të vërtetë që mendoj që policia nuk vlen shumë pasi nuk është shumë e mirë në zgjidhjen e këtyre problemeve. Pra, sapo i bëhet ankesa, bën devek sikur po heton, po punon për ta zbardhur një ndodhi e cila është e pazakont, pra fillon për ta zbardhur, por nuk e bën atë pasi harron. E lë pas atë çështje duke vazhduar me çështje të tjera. Pra, prandaj duhet dhe në këtë rast mediat me të vërtetë që bëjnë një super punë, duke pse jo edhe ata duke bërë punën e tyre, duke hituar për të zbardhur edhe ata këto çështje. Mirë, ky ishte episodi i historive të frikshme, episodi i radhës, dhe me të vërtetë këtë radhë që jam friksuar. Ndoshta në historitë e tjera nuk është se jam friksuar shumë, nuk është se kam lirë shumë, por këtë radhë me të vërtetë që jam friksuar jashtë mase. Gjithsesi, shpresoj që kjo të ketë vlerëtur edhe për ju dhe shpresoj që kjo histori pse jo të zbardhet dhe neve t'ju ta ndaj me ju, pse jo. Faleminderit shumë që keni qëndruar me neve, shpresoj që ta keni pasur të gjithë ngjarjen dhe të gjithë historinë e faktuar me video. Nëse jo, nuk kam çfarë t'ju bëj, ndoshta nuk e kam gjetur. Gjithsesi, faleminderit shumë, like, subscribe në Adaga Media dhe miru pafshim. Takohemi në episodin e radhës, që është të martën ose gjatë këtyre ditëve, pse jo normalisht, për të bërë edhe daily e histori të frikshme. Miru pafshim.